Mirë, ja ku jemi rikthyer sërish, vijojmë të jemi ende me kolegen time, me Violën edhe me Denisin. Ku e kemi bazën? Apo e kemi bazën? E kemi bazën. Okej, mirë pra. Unë s'kam kështu. Dëgjohet? Shiko, e di cili ishte problemi. Që unë pyes ku e kemi bazën dhe ndërkohë kisha kufjet këtu. Po. Kështu që të kërkoj ndjes kolegë. Se u emocionove Viola? Çfarë të emocionove? Se isha duke lexuar pyetjen e radhës, se thash do futemi prapë, di çfarë pyetje ti bëj Denisi. Pyetja e radhës është: ku e vendos kufirin mes humorit dhe ofendimit? Se ka njerëz që të ofendohen, besoj. Po ka. Apo ja. Do thonë në shqiptar, po gjithë njerëzit e botës të lehtë të ofendueshëm janë. Prandaj dhe stand-upi është një zhanër aq i dashur për atë pjesën që nuk ofendoj. Po nuk ofendohet, ku ti kur e bën shumë personale, besoj, po ne edhe emra përmendim në stand-up siç mund ta kesh dëgjuar, nuk është se ofendo po të ofendosh drejt për drejt. Nuk e di. Kjo nuk ndodh, se ne nuk bëjmë atë, trajtojmë tema gjëra kështu. Shiko, sharja është tjetër gjë, ofendimi është. Ku mendon ti që ndahet për shkak? Po ja, për shkak ideja është ka tema që i prekni me frikë pikërisht për këtë arsye. Sigurisht. Ose që si prekni dot për shembull, ku diun. Po feja për shembull është një temë që nuk ta e prekim, po që është pak e ndjeshme. Të falin njerëzit. Është pak e ndjeshme. Që në momentin që beson në Zot. Ti beson në Zot? Sigurisht që jo. Se? Po s'besoj, nuk, domethënë kur e vëm punë logjikën them nuk më bën se të ketë një burr magjik aty lart. Thua, po njerëzit më komplikojnë gjithë, asgjë s'është aq e komplikuar, po hajt. Si me humorin. Edhe feja e Zotit gjitha njerëzit i kanë komplikuar nëse. Çfarë komplikojnë tjetër njerëzit? Çdo gjë, më çfarë komplikojnë. Po nuk e di. Dashuria për shembull, është shumë e komplikuar në ditët e sotme nga vetë njerëzit, ëh? Është në fakt se nuk po merren vesh si janë burrat dhe si janë gratë, nuk e di. Për shembull dikur ti mund t'i thoje një djalë që kur të rritesh, martohu, bëj një fëmijë. Sot nuk e di a mund t'ia thuash dikujt këtë. Ta kanë thënë? Pse më burr? Pse si ja thua dot? Po se nuk e di, se më duken sikur me këtë martohen, janë çiksi. Po pse janë kaq pa vendosur? Mendon, çfarë mendon ti domethënë? Kanë probleme karakteri dhe gjërat, prandaj edhe si mund të bëhen bashkë dy njerëz. Martohen, bëjnë fëmijë, tani nuk i zgjidhin dot gjërat me veten. Ndoshta edhe atëherë nuk i zgjidhin, po ishte ajo që unë duhet të bëj më fort, duhet të kem këtë punën, të kem. Tani më duket sikur është bota në një moment shumë delikat edhe nga kjo. Ti beson tek roli i mashkullit si provider? Po. Sa e thellë kjo. Si e thellë fare, po. Jo, se sot ka shumë që flasin edhe thonë duhet jemi njësoj, barabartë. Jo, më le të bëj njësoj, s'ka problem, po mashkulli duhet të jetë provider. Kur tha Denisi janë kështu të pavendosur për të martuar, i kisha mendova se mos e kishte të martohen me grua apo të martohen me burrë. S'di olla me çat martohen, po tani mund të martohen edhe burrat me burra. Këtë po flet për homoseksualet. Po pra, për këtë mendova se e kishe ti domethënë që janë të pavendosur, nuk dinë të martohen. Po thua për biseksual, nuk e di. Nuk ata janë. Ndaj mendje vëlla tash. Ndaj mendje. Se mund të kesh gjërat e tjera me dy mendje, për shembull thua, do ako koshka po edhe sa, kurse për Karin. Na kesh ndar mendjen keq. I keni numëruar se pipen na duan gjatë kësaj interviste? Tani me që ti nuk ka largoni fëmijët nga makina, domethënë ju që po dëgjoni në radio. Me që ti nuk ka të ëmbla, unë do ha. Si e do bonën? E dua këtë me çokoladë. Cila është? Ajo që e kape. E kuqa apo kapja? E kuqe. Nëse ta hedhun. Se duket më këndshëm kur ta hedh. Prite. Opa. Wow. Japin lekë, japin? Po japin. Japin, si japin. Kam unë emision, hajde. Ne jemi falendërues ndaj çdo kujt që kontribuon. Për shembull, jemi shumë falendërues ndaj teje që erdhe sot. 2000 lekë. Po mirë. Se ke shumë pazarin, jo? Më paguat për ne. Patjetër. E planet e ardhshme cilat janë? Pra do ta mbani këtu këtë Comedy Thursday që keni apo do ta zhvilloni më tej, do shtoni njerëz të rinj? Se kisha një gjë. Ne mendojmë gjithkohë, hadi vëlla. Bëft mirë. Faleminderit, mund të thuash. Gjithë bëft mirë. Jo, s'ka gjë. As ti s'm the kur pa kokoshka. Thash më burr të thash, ja. Ja, më mirë të bëft mirë. Shko, e mendoj gjithkohë të pjesën e Comedy Thursday ku do shkoj. Se sigurisht është në një moment të mirë, është ka një
Për shembull, ç'kemi? Nuk e di, ndoshta edhe kështu vazhdon, në thjesht klube, ndoshta hapemi klub tonin. Okej, nice. Për vërtetë. Është këtu ku nuk e di. Deri tani ka zgjerim si gjë. I keni lekët për ta hapur? Se gjithmonë mund të ekzistojë. Ka besi sa dush. Ai është më i vjetër nga ne, ka bërë lekët, ka punuar, ka shkruar për tërë dynjan. Edhe kështu. Me lektati, pa me tati. Unë tani po mundohem të bëj. Shoqëria e mirë në ditë vështira duhet. Kur thua me Viola. Edhe atëherë dallohet. Po me filmat shqiptar si ke punën ti se nuk e di nga kjo e folur ajo shumë më kujtuar një çik. Shumë mirë, po, i kam shumë qejf. Besoj ato fola te emisioni 40 minuta për këtë, do të flasim edhe te joti për filmat shqiptar. Foli çik edhe këtu tani pse çat të lidhet gjuat kur je këtu. Jo, i kam shumë qejf. Jam rritur me filmat shqiptar, shkoja nga babi. Edhe tani kam i vek shumë. I kam si zhurmë në shtëpi, jam duke bërë ndonjë gjë, la jenën vet, grua la jenën. Edhe I lanë? I laj, mos i laj. Bravo çaf. Të çfarë burrë jam. Imagjino si 5000 euro në shtëpi prap la jenën dorë. 6. Ore ku e la këtë çantën? I mban në bank apo? Jo, nuk i mban në bank. I kam që vjoj, unë mbaj vetëm kesh. Po mirë, atë çantën çuna. Se ti mendon që ishte gentiles nga ana ime, Jo, ajo më, që e Denis ma kuptova. jep çantën, po bëj detyrën time si grua. Po, unë thash po pse po më pudh në buzë njëherë. E kuptova që duhet kishte këtu, që më kanë ftuar në vende të tjera. Domethënë ti edhe Rudi Hizmë më ka puthur në buzë. Rudin e duam shumë. E kemi Se xhan dua fare, shumë. Jo, unë e dua shumë, e kam xhan shumë. Unë e kam. Tani nuk Nik shumë të mirë prandaj Po, bëhet çka. Po e lam. Maskaraj është E ku na mbeti. Tani ka ndonjë kështu nga publiku që do ta nxjerrësh jashtë? Të ka qelluar nga publiku, ndonjë që do ta nxjerrësh jashtë. Si ta ndërresh. Ta nxjerrësh jashtë nga lokali se të Po thot bezdis. gjëra. Të bën zhurmusin apo do. Po jo, ka kohë, pa më ndodhur shumë kohë. Domethënë e ke Shko, bërë. na ka dhastuar shumë publiku te Comedy Thursday. Kemi shumë publik të mirë, shumë të kulturuar, shumë I shef gjithmonë të njëjtit njerëz që vinë? jo, fatmirësisht. Okej. Sigurisht që kemi klient besnik, duken fansa besnikëve, dashamirës. Sa bukur e tha këtë klient. Paguajnë nga 10.000 lekë. Okej. Është klient i humorit, blen. Po, Unë lodhe ma im paguan. bukur. Edhe i duan fort. Jo, me vërtet është mund të them është shtresa më e këndshme e Tiranës. Për momentin e kemi ne si publik. Dhe jemi shumë të lumtur për këtë. Okej, duke qenë se kam qenë publik, po ndi veten kështu Si do duka ditë për shembull se tipe? shumë mirë. Shumë chill apo askush Po. nuk pati Jo, në jo, asnjë nuk moment pati që- asnjë Viola, moment. ja vleti 10.000 lekë? Ja vleti plotësisht. Edhe Mos e rrisni më shumë Prandaj do ta biletën bëjmë se 5.000. është bërë koha e vështirë. Edhe më shumë do të kishe paguar. Apo ja. Edhe më shumë do kisha paguar po të kisha lekë. Do ta bëjmë dhe më shumë. Do ta bëjmë. Kanë shkuar 20. çmimet I kaca film. kemi ato te 3 vjetori kemi. Po mirë, se ajo ja vjen. Kemi 20, 30, se është 5 milion lekë qëra. Kështu që duhet nxjerrë edhe S'ka shpenzimet vaj. e veta. Që të rikthehemi te skaleta. Woo! A mendon që komedia duhet të ketë përgjegjësi sociale? Të japi mesazhe dhe të ndikoj pozitivisht apo të bëj të reflektoj, po thua? Dhe të edukoj. Po jo, për të edukuar jo njërë. Se? Edukohu në shkollë, shiko libra, që unë flas për nga unë do edukohesh. Ua, është super edukim.